Mbrëmjen e kaluar, gjatë një momenti emocional në primjen e Big Brother VIP5, mamaja e Selin I bëri një thirrje të drejtpërdrejtë vajzës së saj që të largohej nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Pavarësisht kësaj kërkese, Selin vendosi të mos tërhiqet nga gara dhe të vazhdojë rrugëtimin e saj, duke zgjedhur të luftojë deri në fund për çmimin e madh të këtij edicioni. Ndërkohë, zhvillime të reja kanë ndodhur ditën e sotme brenda shtëpisë. Banori Miri I ka kërkuar ndjesës Selin dhe nënës së saj për situatën e krijuar. Ai është shprehur se nuk ka pasur gjellim të ofendojë, por duke qenë se fjalët e tij janë interpretuar në atë mënyrë, ka zgjedhur të kërkojë falje. Pjesë nga biseda. Miri, dua të kërkoj ndjesë për situatën e mbrëmshme, për maman që ka ndier ato që ka ndier, për ato gjëra që tha. Jam shumë I sinqert te kjo pjesë. Selin, ndjesën nuk e pse ja kërkon mamit por mua. Miri, të dalim të mami se pastaj do të vite ti se mamaja erdhi dhe tha ato fjalët, dakord. Nuk ka qenë gëllimi që të ndihen kja familjarët apo prindërit tanë, nuk e kam bërë këtë me qëllim të keq, nuk kam ofenduar, po ta them sinqerisht këtë pjesë. Megjithatë nëse është ndier se kam ofenduar, një kërkoj naje se asaj dhe të kërkoj ndjesë edhe ty, ta kërkoj në sy. Edhe me sinqeritet nuk kam bërë asnjë koment negativ megjithatë është interpretuar ashtu dhe u kërkoj ndjesë të dyjave, ty, mamas tende dhe familjes tende. Unë do mundohem nga sot e tutje, aq sa do kemi mundesi nuk do të kem asnjë koment negativ, asnjë fyrje drejtpërdrejtë dhe keta ta them sinqerisht. Ama ketu jemi në lojë dhe do të flasim për lojën.